Si shkëputje disa javore nga aktiviteti parlamentar për shkak të fushatës elektorale dhe zgjedhjeve, ligjvënësit e kësaj legjislature i rikthehen në 29 maj jetës parlamentare. Në orën 10 është parashikuar konferenca e kryetarëve e thirrur nga kryeparlamentari Alisa Spiropali, ndërsa në orën 12 pritet të nisë seanca plenare. Në konferencë pritet të diskutohet për kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 29 maj 8 korrik 2025. Sipas kalendarit zyrtar do të bëhen raportimet vjetore të gjitha institucioneve publike, përfshirë dhe ato të drejtësisë. Në shtator, ligjvënësit aktual do të duhet të lirojnë vendin për deputetët e rinj të dalë nga zgjedhjet e 11 maj. Disa prej tyre janë rikonfirmuar për një mandat tjetër, por shumë emra s'do të jenë më në kuvend. Parlamenti aktual i dal nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021 e ka nisur mandatin e tij në 10 shtator 2021. Për këtë arsye, Parlamenti i ri 11 majit pritet të konstituohet brenda 10 ditësh të dytë të shtatorit, pasi sipas kushtetutës kuvendi i ri duhet të mblidhet jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të mandatit të legjislaturës së mëparshme.